për plot 28 vjet karrierë muzikore. Ishte një ndër bjondet e ralla e cila prezentohej me fusana të gjatë dhe me ngjyra të ndezura. Ka një numër të madh krimesh duke përfshirë këngë, videoklipe, koncerte, albume të tjerë, e cila lirisht mund të llogaritet si një ndër këngëtarët më të suksesshme të estradës. Bëhet fjalë për Gilin, e përmëtërsisht të shohim materialin përgatitur nga kolega jon Kaltrina Haziri. Ka krijuar profilin artistik me një numër të madh të fansave, të cilët bashkëjetojnë me këngët e saj për 2 dekada. Simpatia publikut shqiptar e ka shoqëruar këngëtarën gjatë gjithë këtyre viteve, qoftë në festivalet të ndryshme apo edhe në klipet e saj. Atëherë kur kënga ishte rezistencë në Kosovë dhe çmallje në diasporë dhe në kohën kur mbusheshin stadiumet e qyteteve, kënga e saj fitoi shumë adhurues. Barbie Kukulla e më pas Xidollonia e skenës. Këto nofka u përgëzuan te këngëtarja e njohur Fevzia Berani, apo siç njihet nga të gjithë Gili. Prire këto ditë vizitoi këngëtaren me qëllimin e vetëm për të shpalosur karrierën e krijuar ndër vite. Ka filluar të këndojë që herët në shkollë fillore, në aktivitetet muzikore për fëmijë, pasi ishte pjesë e korit të shkollës. Duke mos ju ndarë asnjëherë muzikës, këngëtarja Gili ka bërë plot 28 vite në skenën shqiptare. Ky ka qenë kori i parë shqiptar, i cili e ka pas emrin Emin Duraku dhe në garat jugosllavene kemi zonë vendin e parë. Ka qenë një çmim shumë i lartë edhe një kor super i përgatitur në gara të lartë në atë kohë. Pra hapat e parë i ka marrë në korin e shkollës. Këngëtarja tashmë një kohë të gjatë në skenën muzikore, që më shumë njihet si këngëtare me karrierë solistike, dikur i përkiste një grupi vokalist. Ishte grupi Trio Rona, i cili vepronte në vitet e 80-ta. Në vitin 1989, ky grup përfaqësoi Kosovën në garën parakualifikuese jugoslave për në Eurovision, atëherë Jugovizia. Iliri ka këndu si fëmijë, ka qenë solist, ndërsa unë kam qenë antare e korit. Unë, Aida dhe Armendi, edhe unë paraqitëm për herë të parë me këngën Unë pa ty në vitin 1985. Pra, plot para 28 viteve. Ishte festivali Akordet të Kosovës me këngën Unë pa ty, pastaj konkuruam prap në vitin e ardhshëm me këngën Stuhia, me djali nga Kina e morëm okarinën e artë, me kush është ai çmimin e parë të publikut, e shumë çmime, e shumë prezantime. Ishte kjo një përvojë e paharruar. Më vonë Gili vazhdoi karrierën solistike. Ishte viti 1993, ku për herë të parë këngëtarja u prezantua së bashku me MC Bekën me këngën Hajde Qikereta ndreqi vizën C. Solo këndimi për këngëtaren Gili ishte i suksesshëm. Ajo bë pjesë e skenës së Shqipërisë, ku me këngën Xidollonia, këngë kjo mjaft e famshme në atë kohë mori një hovë të madh të popularitetit në të gjitha anët. Është prezantuar me vitet gjithmonë me një elegancë përallore. Prezantimi i saj kujtohet me fustana të gjatë me ngjyra të ndezura. Ka qenë ndër bjondinat e ralla, gjithmonë duke u paraqitur bukur në skenë, një stil unik të ndërlidhur me mentalitetin ton me elemente moderne në shoqëri. Në kohën kur kam kënduar muzikë të lehtë, edhe atëherë kam veshur mini fundet e shkurta, por gjithmonë të kombinuara me çizmet e gjata, që ajo pjesë e këmbës që duket estetike për qëllime të bukura, të estetike të mira, kurse si për ndonjë qëllim tjetër. Pastaj me kalimin e kohës, edhe trupi ndryshon, edhe muzika pak bëhej më popullore, edhe sot këndoj më shpesh me fustana gjatë. Në atë kohë nuk ka pas përzgjedhje shumë të madhe, as për materialet shumëta. Kërkonim shumë me gjetë një material të bukur me vezëllime, cila do t'i plotësonte kriteret e skenës. Besoj që as këpuca me ngjyrë nuk ka pas, ere me hula hoke, diçka tjetër. Unë këpucat shpesh herë i kom marrë, i kom bështjell me material, i kom lut kreatorën të lutem veshje me ngjyrë që dhe të nduken ma bukur. Ëndra Gilit që paraqitej me vite si voglushe me elegancë pak përallore, si duket ajo voglushe ende flen në këngëtarën dhe nuk pranon të rritet. Fustanat kanë shkuar të zgjat,
Mirë, po flok nuk I kam mbyll asnjëherë, sepse prej fillimit më kam pranu si të tillë, edhe më dukej shumë palidhje tash me shku me bë eksperimente, më bëj kuqe, zeza, nuk kisha gili. Kështu që fatit ishte që ta jetën të rujt kryesisht të ngjyrë të vlogëve, edhe I kam qëndru besnike. Nësa fustanat I kam bë, të gjitha gjatësit, të gjitha modelet, kam shumë. Me një bagazh të madh krijimi, me shumë turneje çmime, Gili mund të radhitet në kategorinë e këngëtarëve më të suksesshëm të estradës. Sot ajo ka mbi 150 këngë, 10 albume solistike dhe shumë videoklipe. Një periudhë gjatë kohore dhe një dëshirë e pashuar ende për të marrë me muzikën, këngë të cilat përmbajnë tema të caktuara që nga problemet shoqërore, pastaj këngë dashurie e deri tek ato patriotike. Janë takuar që adoleshent bashk, ishin 17 vjeç kur dan puthjen e parë dhe tashmë pas kaq vitesh jetojnë martesën e lumtur. Dashuria është motivi I të dyve dhe familja njëkohësisht është mbretëria lart skenës. Gili sot është nëna 2 djemve të rritur, Robertit dhe Eredonit. Është bashkëshortja e përkushtuar ndaj tekstuesit të këngëve të saj, Ilir Berani, që një herët ishte edhe shkaktari për sukseset e saj. Djemt asnjëris janë me muzikën, as që duan të dëgjojnë me muzikën. S'kan dëshirë të ndojnë, e duan sportin, Roberti është student në vitin e 3, Redoni është në klasë të 8, edhe kështu. Është një kombinim I botës mashkullore, kur banë bashkë me Ilirin, flasin vetëm për kërkesat e djemve, flasin për futbollin, mua më lojnë pak anash, po ata s'kan faj që më s'kam qitë. Kisha pas shefin pas, thojnë kush nuk ka qika, zin që ka në fmit. Mirë pas më është realizuar ajo dëshirë, shpresoj që një nuse e mirë kur jenë tash, ka me pas konsiderate të du si qikë. Rrugëve të këtij qyteti, unë e pata dashurina, fshehtësinë e di. Këngëtarja që këndoi për disa vite këngë që u pëlqyen nga publiku, qastet e eksodit I riktheu me disa këngë të tjera me tema të shoqërisë, të cilat I realizoi edhe si videoklipe. Këngë nga Prishtina, një balad shumë e bukur, ku I këndohet rini studentore prishtinase të viteve të 10, vazhdon të jetë një këngë e pëlqyer edhe sot. Ato ditë studentore. Videoklipin një kështu ma profesional që jam pas luftës që kam bërë me shumë përkushtim ka qenë ditët e fundit, me Ardit Stafen, me një këngë e cila ishte angazhuar në fushatin kundër drogës. Videoklip ky që I mori të gjitha çmimet në atë kohë që I peshin për regji me Ismet Sjarinën. Pastaj kënga më e mirë. Ditët e fundit I jetoj, ti nuk do të di. Përveç bashkëpunimit me Arditin, Gili ka realizuar duete madje mjaft të pëlqyera nga publiku. Këngëtarja realizoi këngë me këngëtarin Ramadan Krasniqi Danin, Enis Potokun, pastaj Sinan Vllazaliun e shumë të tjerë. E pas këngës të fundit të realizuar në videoklip mjaft të pëlqyer, Haku I nanës, Gili tashmë ka nisë një këngë tjetër. Me Sinan është kënga e tretë që kam realizu. Dikur ka qenë kënga Takatlushja, jo shumë e popularizuar, me sa prapë se prapë ka qenë shumë e popularizuar. Tani kam realizu një këngë U plakëm, ka një orkestrim popullor, por një tekst me shumë të mirë, të cilën Iliri përsëri e ka shkru, Vajt për vargu edhe Topi Seluna si fjalë që ka shkru. Aperusit tonë lajmërohen tani, pse keni thënë U plakëm, si jeni plak, thash, pak po na mbulon fjolla sebi. Mirë po, jemi këtu ku jemi, bartim të gjitha emocionet, të gjitha brengat, të gjitha kënaqësitë që na ka dhënë koha gjatë gjithë këtyre viteve. Tek jemi në prag të festave të fundvitit, si shumë këngëtar, edhe Gili do të jetë angazhuar rreth projekteve të reja. Përveç kësaj, ajo do të jetë pranishme gjatë 3 netëve të vitit të ri në qytetin e Strugës. Kjo është një ekspozitë shumë e vogël e çmimeve, të cilat I kam marrë ndër vite. Zakonisht nuk I ekspozoj kështu, mirë po me insistimin e Kaltrinës, e cila sot ka insistuar që të shihen. Vendosa të bëj një ekspozitë e vogël. Të gjitha çmimet e kanë vlerën e madhe të këngëtari, mirë po ajo që do të përmendja është Okarina Art. Kjo është më e vlefshmja për një këngëtar, sepse ka vite sa gjithë karriera ime. Kjo është Okarina Art. Pastaj çmimi
i fituar me shumë vështërsi është çmimi në Top Fest, çmimi i internetit me këngën Kurrën Dam, çmimi i videofestet, rand shumë prezentime kem pas. Ky është çmimi Best Pop Folk Video, çmimi i këngës magjike me këngën Mysafire Nderi, pastaj çmimi i Polifesit me këngën Prap se prap, edhe ky çmim shumë i rëndësishëm për mua. Edhe një mori çmimesh të tjera të cilat kanë qenë të mirë së ardhura edhe i kanë fituar me shumë mund.